Të moshuarit në Shqipëri vijojnë të përballen me vështirësi ekonomike, ndërsa pensionet shpesh nuk mjaftojnë për të përballuar kostot bazë të jetesës. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe shërbimeve ka rënduar edhe më shumë situatën për pensionistët, të cilët shprehen se të ardhurat mujore mezi mbulojnë nevojat më minimale. Përballojnë ca mendime na jashtë, ca na imigracioni, edhe me na punë kështu do kudo, edhe shtyhet kështu. Po për vështirë është e vështirë. Një nga shqetësimet kryesore mbetet edhe kostoja e lartë e medikamenteve, duke qenë se pjesa më e madhe e të moshuarve vuajnë nga sëmundje kronike dhe ka nevojë për trajtim të vazhdueshëm. Shumë prej tyre detyrohen të shpenzojnë një pjesë të konsiderueshme të pensionit vetëm për ilaçe dhe kontrolle mjekësore. Të arrim të paguash gjovat, drita, ujë, ato që mbetet ilaçe po marrim. 50.000 lekë në muaj duhen ilaçe. Vuani nga ndonjë sëmundje kronike? Vuaj nga zemra. Edhe me vështirësi të madhe, po s'ke çarimet. Ata kërkojnë rritje të pensioneve dhe më shumë mbështetje sociale. Po shteti të shikojnë që qeveria e pensionit të shikojnë, po me 100.000 lekë pension unë, burë plak, ka dalë dote. Drita e ujë, taksat. Të moshuarit apelojnë për politika që të garantojnë më shumë siguri ekonomike dhe kushte më dinjitoze jetese për këtë kategori të shoqërisë.